Shkova tek mjeku për vizitën e kontrollit semestral. Zakon ky që e ndjek që kur mbusha 40 vjeç. Mjeku është i mik i vjetër imi, Carlo Trattori, i cili tashmë më njeh parë mbrapa. Është i pasdite pa besë, e mjegull vjeshte, e pas pak do të zbres mbrëmja. Sa po futem, Trattori më vështron në një farë mënyrë dhe buzëqesh. Ti qenë për mrekulli, për pak nuk të njoha, e të mendosh sa fytyrë të tërhequr kishe veç pak vite më parë. Është vërtet, nuk mbaj mend të kem qenë ndonjëherë më mirë se tani. Zakonisht shkohet tek mjeku kur ke shqetësime, e sot kam ardhur sepse ndjehem mirë, shkëlqyshëm. Edhe ndjej një gazëllim të ri, thoj sa akmarrës ndaj Tratorit që më ka njohur gjithmonë si një nevrotik të trembur, të kapur nga ankthet kryesore të shekullit. Nëse tani jam mirë, për disa muaj e tutje për herë më në formë, kur zgjohen në mëngjes, nuk më përsëriten më ato synimet vetvrasëse. A ke nevojë të të vizitoj? Më pyet Tratori. Sa herë do të paguam, pa e merituar, vetë kërkove. E po mirë, nëse gjendem këtu, zhvishem, shtrihem mbi shtratën e vizitave, ai më mat tensionin, dëgjon zemrën dhe mushkrit, provon reflekset, nuk flet. Si të duket e pyesun. Tratori ngre supet, as merr mundimin të përgjigjet, por më ngul syt, më vështron sikur të mos e njihte përmendësh fytyrën time. E më në fund më thot: "I lëm këto, po më thuaj fiksimet e tua, fiksimet e zakonshme që ke, ankthet, manit. S'kam njohur ndonjëherë një më të përsekutuar se ty." Bëj një lëvizje të prerë. Asnjë prej këtyre. E di çdo më thënë, rrafshimi plot, as hija e kujtimeve të tyre. Sikur të jem njëri tjetër. Përsëri Tratori duke rrogëzuar. Mjekulla për jashtë bëhet më e dëndur. Megjithëse nuk ka shkuar ende ora 5, po ersohet dal nga dal. A të kujtohet? E pyet. Në orën 1, në 2 të natës, vija të shfryesha tek ty, dhe ti rrije më dëgjoj edhe pse i këputur për gjumë. Kur e rimendoj më vjen turp, sa idiot kam qenë. Veç tani e kuptoj sa idiot i papërsëritshëm. Kush e di. Çfarë do të thuash? Asgjë. Ndërkohë më përgjigj sinqerisht, jam më i lumtur tani se më parë. I lumtur, sa fjalë e madhe. Mirë, le të themi i kënaqur, i realizuar, i qetë. Sigurisht jam shumë më i qetë tani. Më tregoj gjithmonë që në familje, në punë, mes njerëzish, ndiheshe për herë i izoluar, i përjashtuar. Tani ka marrë fund ky alienimi yt i famshëm. Tamam kështu është. Për herë të parë, si ta them, ndihem si përfshirë shoqëri. Shiko, komplimente. Nga të vjen gjithë kjo ndjenjë sigurie. Një ndërgjegje më së e kënaqur? Po tallesh me mua. As më shkon në mendje, por më thuaj, po bën një jetë më të rregull se më parë. Nuk e di, ndoshta po. E ndjek televizionin. Thuaj se çdo mbrëmje. Unë dhe Irma nuk dalim pothuajse kurrë. Interesohesh pasportit? Do qeshesh me mua, po të them që kam nisur të bëhem tifoz. Me cilën skuadër? Me Interin, natyrisht. Po, me cilën partije? Parti politike pra. Rrihem në këmbë dhe i afrohemi për shpërit një fjalë në vesh. Edhe gjithë ky sekret, po njerëzit e din tashmë këtë. Pse, të bëri përshtypje, a? As mos e çon ndërmend. Është diçka normale për ne borgjezët kjo. Po makina, pëlqen të japësh. Në më shikoje s'do i besoj syve, ti e di ç'kërmill kam qenë dikur. Dëgjoj, javën e shkuar për 4 orë gjysmë nga Roma në Milano, e kronometruar. Po, s'më tregon pse në gjithë këtyre pyetjeve. Tratori hoqi syzet, mbështet brydlet mbi tavolinë, bashkon gishtat e dy duarve të hapura. Do të dish se ç'ka ndodhur. Unë e vështroj i hutuar, mos dosha si pa të keq. Trajtorët këtë gjetur simptomat të një sëmundje të tmerrshme. Atë që më ka ndodhur, nuk e kuptoj. Po ke gjetur diçka që s'shkon? Një gjë të thjeshtë fare, ke vdekur. Tratori nuk është njëri që i bën lehtë shakat, sidomos në studien e vet mjekësore. Kam vdekur? Gulbezoi unë. Si kam vdekur? Një sëmundje e pashërueshme? Çfarë sëmundje thua, nuk të thash që ti do të vdesësh. Të thash që ti ke vdekur. Pa pi kuptimi kjo, po ti vetë më the më parë që jam portreti më i mirë i shëndetit. I shëndetshëm po, plotësisht i shëndosh, por i vdekur. Je përshtatur tashmë, je bërë pjesë, je njësuar me trup e me shpirt në rrethin shoqëror, je gjetur ekuilibër, qetësi, siguri. Edhe kjo të bën kufon. Fal Zotit, e gjitha një metaforë, një kuptim figurativ, por pak më pushoj zemra nga frika. Po jo dhe aq figurativ kuptimi. Vdekja fizike është një fenomen i përhershëm, e tek e fundit në thelb jashtëzakonisht banal. Por ka një tjetër vdekje, që ndonjëherë është akoma më e keqe. Anulimi i personalitetit, varësia imituese, kapitullimi ndaj mjedisit, heqja dorë nga vetvetja. Hidh një syrë edhe për qark.
bisedo me njerëzit. A nuk e ke vënë re që janë të vdekur, të paktën 60% e tyre. Dhe nga viti në vit numri shtohet, të shuar, të zbetë, të bindur, të gjithë që dëshirojnë të njëjtat gjëra, që bëjnë të njëjtat diskutime, të gjithë që thuren të njëjtat mendime identike. I përshtirë qytetërim masiv. Gjepura, tani nuk pushtohem më nga ankset e dikurshme, ndihem shumë i gjallë, plot me jetë kur ndjekin ndeshje futbolli, ose kur e shkel pedalin e gazit deri në fund. Gjore ti, Enrico, bekuara qofshin ankset që mbaje dikur. Tu harriti kulmi, trattoria doli vërtet më erson të syt. Po atëre nëse kam vdekur, si e shpjegon që nuk kam shitur asnjëherë më shumë se sa këtë vit skulpturat e mia? O ti isha i squllur si thua ti? Jo i squllur, i vdekur. Në botë sot ka vende të pafundme, të gjitha përplot me të vdekur. Qindra miliona kufoma, dhe punojnë, ndërtojnë, shpikin, i përkushtohen çmendurisht punës, janë të lumtur, të kënaqur, po janë vetë sa të vdekur të gjorë. Me përjashtim të një pakice mikroskopike, që i bëjnë ata që i dëshiron, i nxit të duan atë që ajo do, që i shtyn të besojnë në atë çka ajo beson, ashtu si të gjalla vdekurit e ishujve antile, si kufomat e ringjallura nga magjistaret që dërgoheshin më pas të punonin nëpër fusha. Dhe në lidhje me këto skulptura të tua, është pikërisht suksesi që e ke sot, e që dikur nuk e kishe, që tregon se je i vdekur. Je një trajtësuar, ke marrë për marsa të njëjta, je përditësuar duke ndjekur hapat e turmës, i preve gjëmbat, i ule flamujt, po që dorë nga çmenduria, nga rebelimi, nga iluzioni, dhe prandaj tani i pëlqen publikut madh të vdekurve. Kërcej në këmbë, nuk ja dal më do të rezistoj. Po ti atëherë, pyesi tërbuar, si ka mundësi që nuk flet për veten? Edhe unë, natyrisht i vdekur, prej shumë vitesh. Si do rezistoj në këtë qytet si ky yni? Kufom edhe unë. Veç më kam mbetur një spirale nga ku mund dhe mendet të njoh. Tashmë ka rënë errësira, e zonjza mjegull industriale ka marrë ngjyrë plumbi. Përmes xhamave shtëpia nga përpara mund të quhet ende pothuajse.